Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim administratorin e kompanisë Dimal, Arben Goxha, dhe ka proceduar vëllain e tij, Mondi Goxha, për futjen e sasi e mishi pule e cila rezulton të ishte me bakterinë e salmonelës. Përgjegjësia penale është shtrirë tek 3 inspektorë të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, Gëzim Hushi, Sada Lufta dhe Aldo Sinjari, për të cilën hetimi ndaj tyre do të vijojë në gjendje të lirë. Sipas të dhënave, një sasi prej 7.8 ton mish pule e importuar nga Brazili ka rezultuar e kontaminuar me salmonel. Ky produkt ka mbërritur në portin e Durrësit me datën 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë me datën 21 mars u konfirmua prania e bakterit të rrezikshëm për mishin e ngrirë të pulës, por kompania në fjalë me anë të inspektorëve të AKU-s ka lejuar futjen e sasije pule, e cila sipas verifikimeve është shpërndarë në 10 qarqe. Në një reagim AKU tha se ka bllokuar 5.2 ton mish të mbetur nga importuesi, por 2.6 ton rezulton të jetë shpërndarë në treg për konsumatorët. Alarmi fillimisht u ngrit nga Ora News, ndërsa më tej AKU deklaroi se bën një kallëzim në prokurorinë e Tiranës, ku dhe nisën hetimet. Ndaj inspektorëve, hetimet do të vijojnë për shpërdorim të tyre, ndërsa për kompaninë rëndon vepra penale importimi dhe shitja produkteve të rrezikshme për jetën e njerëzve.